me kusha tjetër me kapoq. Hajde ju dy, tej. Smet, hajde shtu. Hajde thirë me... Ju gazetar të afroni edhe pak mos I leni mua. Nee, prova, test, nee. Hajde, me shanoli, ani mos det. Ani ku. Do në çani ka një bok. Sa vetini ku? Po. Jem, nena. Sot kemi ardhur nga vizet e Rrogovës për t'i shpreh pakënaqësitë cilat vijnë nga vendimet e Ministrës së Ambientit, zonës Pacolli, e cila na ka diskriminuar jetën në vatrat tona për jetën, për zhvillimin, për banimin ku jetojmë në Rrogovë. Prandaj, shumë herë kem protestuar, shumë herë kem kundërshtuar këto vendime, këto ligje të parkut, por asnjëherë nuk na ka zoni I kthill deri këtu. Sot kemi ardhur gjithë banorët e Rrogovës dhe vizave tjera, të cilët janë ka protestojnë vendimin e paligjshëm të Ministrës Pacolli. Prandaj, qytetarë të nderuar, shpresoj se kësaj radhe fjala juan dhe shqetësimi I qytetarëve tonë do të shkojnë në vend dhe shpresoj nga organet tjera të cilat e mbikëqyrin këto dhe organet tjera të cilat janë mbikëqyrse mbi ligjin të shqyrtojnë dhe të morrin mosa për ministrën dhe për vendimin e saj. Ne si qytetarë të asajone, me çdo kusht të herë kem kundërshtuar edhe ligjin e parkut, edhe vendimet rrethsojna, edhe planin hapësinor I cili na ka cunguar dhe na ka përgjysmuar hapësirat tona lëvizëse dhe monitoruese në treven e Rrogovës. Prandaj jem banor vendas, në pasuninë tonë, në jetën tonë dhe aty ku ke ble, aty do ta vazhdojmë jetën, do të jetojmë dhe s'ka kush që na nol, por sot kemi ardhur ta demonstrojmë në mënyrë të hapur vendimin e saj, ta kundërshtojmë dhe e lutim që ta përmirësoj sa më shpejt. Nuk ka nevojë më na bë diskriminim në prodën tonë, aty ku lejohet ndërtimi edhe brenda parkut, edhe brenda xhanit hapësinor, por për të tenol me inspektoratën në forma tjera format cilat do të implementoj ajo në treven e parkut. Mirë po, ne nuk pranojmë kësi vendime të tilla, të cilat janë diskriminuese për njerëzit që kanë jetu para parkut, njerëzit që kanë ndërtu shtëpia para parkut, e njerëz që na kanë ndërtu shtëpiat, Bashkia Evropiane dhe organet dhe institucionet, organizata tjera qeveritare të cilat kanë vepruar atë kohë aty, na kanë ndërtu shtëpi, për me kthy jetën, na kanë ndërtu shkollat, na kanë ndërtu ambullantat, të gjitha kanë nevojë për renovim, kanë nevojë për rishikim, kanë nevojë mu kthye jeta banorëve. Atje ka nevojë turizmi mu zhvillu në atë pjesë ku secilën ditë do të standard e mbi standard për të mbijetuar banorët e kësaj treve. Duke morë parasysh për pos diskriminime tjera që na I bojnë edhe ministri tjera, jo vetëm Ministria e Ambientit, si që është ajo infrastrukturës që nuk I bjen ndërmend neve kur për më na boni rrugë që duhet, nuk I bjen ndërmend më na boni ujësjellës që duhet, nuk I bjen ndërmend më na boni kanalizim që duhet, po gjithnjë janë institucionet tona të prim me ndalesa, jo me një alternativë zhvillimore për treven tonë. Dhe duke pa këto që nuk I kanë bo dhe nuk janë hapa me I bo këto veprimet e veta cilat du takojnë,
Neve na bojnë sankcionime dhe vendime për ndales, mos me kalu as me mjete, as me modh, as me një dritare, as me një kulm, as me një diçka që ne kemi nevojë. Gjitha familjet kanë nevoja të ndryshme për zhvillimin e vendit vetë. Prandaj, unë e kisha lutë edhe të institucionet më të larta, të kryeministri, që të merret pak me qëtë ministrin, sepse kësi vendimeve me na prunë dhe mos me dhonë përqësi me hip mi ligjin, me prunë vendim mi ligjit që ekzistojnë në Kosovë dhe mos me morë mosa kryeministri për një këshilltare tina, ja ka thonë një dikaster të rëndësishëm. Dhe kjo me boshkelje dhe mos pas mosa ndaj soj turp për ata që e udhëheqin edhe këtë dikaster. Sot nuk flas me zërin tim, flas me zërin e rrugovazve, me dhimbje në atyre nenave që i kanë mbajtur shtëpi gjallë në heshtje, me lodhje në atyre burrave që janë plakur duke mbrojtur atë tokë, dhe me shpresën e të rinjve që ende sot besojnë se mund të jetojnë me dignitet në atë dhëun e tyre. Rrugova është shtëpia jonë, dhe në shtëpinë e dikujt nuk mund vendosën barjera pa e pyetur zotin e shtëpisë. Rrugova është e banorëve të saj, ka qenë e tyre dje, është e tyre sot dhe do të mbetet e tyre për gjithmonë. Sot nuk përballemi thjesht me një letër zyrtare të nënshkruar nga zyrat e ngrohta si për nesh, por përballemi me një thik pas shpine, që i bëhet se cilit për jush, se cilit malësor që me sheku i mbajti gjallat bjeshk, me gjak, me djerës, me rreziqe jetike. Ky vendim që kemi sot, ai urdhër skandalöz për ngritje pas bloqesh kontrolli, për sekuestrim mjetësh, për ndjekje penale, për trajtim banorëve autokton si kriminal në tokën e tyre, është një akt izolimi, një debim i heshtur modern dhe një fyrje rënd për dinitetin ton. Forca vendimeve nuk ka na ka trembur asnjëherë. As sot nuk na tremb, sepse ne e dim pse flasim, pse protestojmë, pse luftojmë, mbrojmë barrezat e të parve, mbrojmë tokat tona, mbrojmë rritjen e qetë të brezave që do të vijnë pas nesh. Por sot nuk kërkohet të vdesim si në fushë betejë. Sot kërkohet të mbrojmë të drejtën tonë për të jetuar të lirë në tokën tonë, për të mbrojtur të drejtën e lirisë së lëvizjes të garantuar me çfarë do karte botërore. Ta mbrojmë rrugovën nga vendimet që i vendosin pranë nga zhvillimit dhe lëndojnë atë shpirtërisht në këtë trev. Ministrja, përmes një arrogancë pa shembull, burokratike, ka vendosur ta trajtojë popullin ton si pushtues në pronat e veta stërgjyshore, duke harruar se në ato mole nuk u bën të bukura nga dekretet e tyre akademike, por nga letrat që firmosen mbi kolltuçet me lkur, por u mbrojtën dhe u mbajtën gjallë në xhirin e këtij populli që nuk u larguan kurrë. Është një absurditet i pa dëgjuar dhe një turp historik që sot një ministri për cilën kemi dhënë gjithçka na kërkon leje të veçantë, na bllokon rrugën drejt shtëpive tona dhe pse duam të rregullojmë kulmet e shtëpive apo zhvillojmë jetën në ato rreziqe. Kjo nuk është mbrojtje mjedisi. Kjo është një shpallje e hapur lufte ndaj ekzistencës sonë, ndaj ekzistencës suaj, një shtetërrëthim i egër që synon ta kthejë rrugovën në rezerva të vdekura e pa njerëz. Goditja bëhet edhe më dhimbshme, kur e sheh se si një nga pikat e vendimit të turpshëm, ministria kërkon ta përdor policinë e Kosovës, djemt dhe vajzat tona që i rritën me sakrifica, duke na zënë prita e pika pos bloqi kundër prindve të tyre, kundër familjarëve të tyre, duke na i kthyer institucionet tona kundër nesh, njësoj si në kohët e errta të pushtimit, kur liria në tokën tënde kushtonte me pronga. Na quajnë degradus natyrës neve që jemi lindur atje, ku kemi varret e të parëve tonë, dhe ku guxojnë të na cilësojnë shkeles pa leje, ne që nuk i kem kur nga ato mole, as kur na digje shtëpia, e as kur na vritej vllau. Prandaj, nga ky moment, i themi kësaj ministrie, kësaj ministre, dhe këtyre burokratëve që luajnë me fatet tona,
ju keni marrë një vendim po pytur askënd, se si pas tekeve tuaja, dhe ky vendim për neve është i vdekur, nuk ka bra polici, nuk ka bra postbllaq, nuk ka bra gjuhë, e as pronga që na detyron malësorin të kërkoj leje për të jetuar, për të marrë frymë, për të ndërtuar shtëpinë e tij. Ne nuk kërkojmë shkatrojmë asgjë, sepse ne jemi vetë natyra dhe mbrojtësit atyre bjeshve, por nuk do të lejojmë kur që në mpetku në rrem të ekologjisë na bëhet një spastrimi heshtur socio-ekonomik për të zënë rrugën drejt mërgimit. Nderuar ministre, që sot mund t'jesh diku duke na shikuar prej larti, duke na injoruar nderuar juve deputet Kuvendit Kosovës. Veshuni bukur sa të dëni, deklaroni çfarë të dëni, shkruani në rrjetet sociale çfarë të dëni, por po një rrugov zhvilluar, nuk zhvilloheni kur ju. Zhvillimi i Kosovës vjen nga periferia, në ato vende që për dekada janë lënë në heshtje. Zhvillimi fillon atje ku njerëzit luftojnë për ujë, për rrugë, për dinjitet, e nuk zgjidhet me mesazhe. Se çfarë është bërë deri tani, po e shohim. Por çfarë do të bëhet, do ta shohim. Ne jemi aty do të presim aktiv, nuk shkojmë askund. Mos na paraqykoni. Ejani dhe vizitoni atë vend. Vizitoni ato fshatra ku varfëria dhe mrekullia jetojnë bashkë në mënyrë të pabesueshme. Por do t'ju lutesha. Eja me një makinë të madhe, sa atje nuk ka rrugë. Aty ku nuk ka rrugë, nuk ec as makina dhe nuk ec as jeta. Rruga si arterie e gjakut që jep jetë dhe që na ushqen. Është shqetësuese. Mënyra se si transporti i materialeve ndërtimore barazohet me kriminalitetin, me degradimin e mjedisit, duke harruar se pas çdo kamioni që hyn rrugov, fshihet një familje që ndërton kulmin mbi kokën e saj, një banor që përpiqet të jetojë me dinjitet në vendlindjen e tij. Prandaj sot kërkojmë shfuqizimin e menjëhershëm të atij vendimi abuziv. I bëjmë thirrje çdo banori, çdo shoqate, çdo njeriu që ka gjak shqiptarit që ngrenë zërin dhe bëhet pjesë e qendresës, sepse nëse këta kanë vendosur postbllaqe për të na izoluar, ne do të vendosim muret tona të rezistencës për të mbrojtur dinjitetin, ekzistencën dhe të ardhmen e fëmijëve tonë. Të nderuar pjesëmarrës, sot unë nuk kom ardhur vetëm, kom ardhur edhe me Haxhin. Haxhia ka rrudha fisnike në boll, me sy plot shpresë. Po ta pyesni sot Haxhin se çfarë do të kërkon Haxhia që të merr nga shteti, ai nuk kërkon asgjë, nuk kërkon luks, se ky ka dinjitet. Ai thot, dua ujë, dua rrugë. E nëse pyesim sërish, Haxhi, ka do ta votojë ti? Ai do të përgjigjet. Do ta votoj atë që më hap rrugën, që më ndërton atë, që më sjell zhvillimin mua dhe një për vetëmi. Prandaj nderuar pjesëmarrës, kur rrugova tu kthehet rrugovazë, atëherë politika do të ketë bërë diçka madhështore, sepse nuk shkojmë askund. Ne do të jemi aty. Ju që ndaloni zhvillimin e keni vrarë rrugovën, na keni vrarë neve, por rrugova do të bëhet se i ka gjitha mundësit për të bërë. Ka natyrën, historinë, njerëzit, shpirtin për të qenë shembull i turizmit në rajon dhe me gjerë. Rrugova nuk kërkon privilegj, rrugova kërkon veç drejtësi dhe nuk do të heshtim derisa të dëgjohet zëri ynë. Ja ku jemi, problemet i njohni të gjithë. Tani është koha gjemë zgjidhje. Toka është e jona, jeta është e jona dhe nga ato bjesh, nga ata gur, nuk ka kush që na shpërngull me asnjë dekret ministrie. Të nderuar mikrofon. Po, për një me. Hajde. Qetësi. Jena na e tegër, nuk jena na tegër. Nuk e prejnë, s'ka problem to. Atëherë, ju respektoj
Edhe ju vlerësoj shumë që keni ardhur këtu edhe të bisedojmë bashkë. Tani, nëse lejoni vetëm 2 minuta. Unë mund t'ju ftoj të gjithë juve që të vini brenda në ministri të ulemi edhe të flasim bashkarisht. Sepse ju e keni mbrojt Rrugovën me dekada, edhe trashëgim ja u kanë lënë të partë e juj me bukurit që ka Rrugova e që du të mi mbrojt. Vendimi është vendim i përkohshëm. Në momentin kur Komuna e Pejës e harton planin rregullues për cilën është organizuar protesta prej Shoh mikrofonin atje. Si s'ka lidhje? Jo, ministria. Planin rregullativ. Planin rregullativ ministra kanë thujë direkt pe ministrisë. Direkt pe ministrisë. Me vdek në deri atko? Jo. E qysh? Shumë shpejt rregullohet. Jo. Sa nesër. Apo do jemi ndërgju premtimet që i kam për juve. Qa kom shti edhe në bugjet për juve. Po të shama veç pak. Shone zërimi. Veç pak të pjesë e Të gjani. Shoje mikrofonin. Mikrofonin shohat, jem brapa. Shoje bre, mikrofonin atje është. Dini mirë që na Rrugova nuk jem traktor, nuk trem be. Nuk po traktoj asone. Nuk jo bre. Jo. Ju kanë keq interpretu vendimin. Vendimi e jotë. Shomani mikrofonin. Unë Karkes, për më mleju me ndroni qam e shtëpin time edhe nuk e kam përqishe pozitive. Unë e kam marrë më thmin pushim, nuk kam nevoj më pagu hotel. Qyre kujtje, Bajram Demaj, Zonja Pacolli, i kom të përneta. Në lutën, edhe ma keni qu që ka keni komuniku me svetin e abit. Ma keni qu, i kom edhe të përneta që ka keni komuniku me svetin. Shtu kam unë krejnë, Bajram Demaj. Apo malshoni, apo vjen punemi. Po qëre, jo në orë, jo në orë. Ashtë pjesa me rështu, apo të në një premtu që të që kina me Ali, po rrim që të të nditën, apo rrim bashkë. Hajde, po rrina bashkë. Ministre, në zyrën e juj, drejtori i parkut, ka thënë ka dalë të kontrole, edhe vetëmi vendim është që ky me ndërpre materiale me dalë. Kërkesa juj e ka mëndshme, ka qenë me shqyrtu ligjin, i cili ka vendos edhe trebën e Rrugovës, me bë park të mbrojtur, edhe me bloku çdo ndërtim. Dhe ky vendim është marrë në vitin 2013 e 2012. Ju keni qenë të paknaqur, apo? Pastaj, në vitin 2022 është hartu plani hapësinor për me hap rrugën që ju me ndërtu në mënyrë të drejtë e mos me pas arsye as një minister e as kur që vjen qeveri me ja urdhzu shtëpit që i ndërtoni me njerësën e ballit. Kur kom ardhë unë, e kom pa që kryetari i komunës së Pejës nuk është lodhë me hartu planin rregullues. LDK-ja i ka organizu. Ja. Ministri, po në pronuncim sa ne. Po në pronuncim. Mera, s'është problem. Ministre, qyshe plut vendimin. Prit njerë, një sekund, duro një sekund.